Vetitarin tani në Kosovë, Kryeministri Hashim Thaçi dhe ish-kryeministri Ramush Haradinaj janë takuar sot në Prishtinë, por thanë se nuk kanë diskutuar rreth debateve që po zhvillohen rreth mundësisë së krijimit të një koalicioni qeverisës. Ata thanë se takimi i sotëm është shfrytzuar për të diskutuar përballjen me sfidat e ardhshme, përfshirë këtu bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj thanë sot se janë pajtuar për bashkëpunim të ngushtë në proceset politike përfshirë edhe atë të bisedimeve me Serbinë, por nuk kanë diskutuar për ndryshimin e skenën e brendshme politike. Ata i bën këto komente pas një takimi në selinë e Partisë Demokratike të kryeministrit Thaçi, i cili tha se me zotin Haradinaj janë pajtuar të vazhdojnë bashkëpunimin në çështjet që janë me interes për vendin. Gjithashtu kemi përkushtimin e përbashkët dhe të fuqishëm që të punojmë me përgjegjësitë pilota institucionale dhe qytetare për në procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë për një fuqësi të mirë si parakusht për integrime euroatlantike. Ndërkaq zoti Haradinaj tha se edhe me tej mbetet në qëndrimin e tij është i gatshëm të marrë përgjegjësi për drejtimin e qeverisë, por në takimin e sotëm është diskutuar për bashkëpunim në shkallë të gjerë për interesa përtej atyre partijake. Kemi thënë media deri tash se ofrohet me marrë përgjegjësi, edhe përgjegjësi para në qeverisje. Gjithashtu marrja përgjegjësive është një proces. Ne sot e kemi filluar me disa tema, në të ardhmen mund të vazhdojmë me tema tjera, pra kjo është e vërteta. Nuk e kemi trajtuar temën për cilën po flasim. Partia e zotit Haradinaj është bërë pjesë e procesit të bisedimeve me Serbinë nëpërmjet nënkryetarit e saj Blerim Shala, i cili është emëruar bashkërenduesi i këtyre bisedimeve. Të dyja palët kanë lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit me të ngushtë edhe në ndonjë ndryshim të brendshëm të skenës politike, por pa e ngatruar këtë çështje me ato që kanë të bëjnë me procese më të mëdha, siç janë bisedimet me Serbinë, zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës dhe procesin e integrimeve euroatlantike. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.